Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A keni menduar ndonjëherë se çfarë tregon era e trupit për shëndetin tuaj? Era e trupit është një fenomen krejtësisht natyral, por shpesh i keq kuptuar. Shumica e njerëzve e lidhin menjëherë me mungesë higjiene. Megjithatë, në realitet, ajo mund të japë informacion të vlefshëm për mënyrën se si funksionon organizmi ynë. Trupi i njeriut prodhon aroma të ndryshme si rezultat i proceseve metabolike, aktivitetit të baktereve në lëkurë, ushqimit që konsumojmë, gjendjes hormonale dhe madje edhe gjendjes emocionale. Në shumë raste, këto aroma janë normale, por ndonjëherë ndryshimet të tyre mund të shërbejnë si sinjale paralajmëruese për çrregullime shëndetësore. Në këtë video do t'ju shpjegojmë në mënyrë të detajuar pse krijohet era e trupit, si prodhohet djersa, cilat janë lloje më të zakonshme të aromave trupore, çfarë mund të tregojnë ato për shëndetin dhe kur duhet kërkuar këshill mjekësore. Si krijohet era e trupit? Djersa në vetvete nuk ka erë. Ajo është kryesisht ujë, kripra minerale dhe sasi shumë të vogla substancash të tjera. Era krijohet kur djersa bie në kontakt me baktere që jetojnë natyrshëm në sipërfaqen e lëkurës. Këto baktere shpërbëjnë proteinat dhe yndyrnat e djersës, duke prodhuar komponime që kanë aromë karakteristike. Në trup ekzistojnë dy lloje kryesore gjëndrash djerse: gjëndrat ekrine dhe gjëndrat apokrine. Gjëndrat ekrine ndodhen pothuajse në të gjithë trupin, prodhojnë djersë të hollë pa erë. Funksioni kryesor është rregullimi i temperaturës trupore. Gjëndrat apokrine gjenden kryesisht në sqetulla dhe zona intime. Aktivizohen në pubertet, prodhojnë djersë më të trashë të pasur me proteina. Pikërisht kjo djersë krijon erën më të fortë. Prandaj, era e trupit bëhet më e theksuar gjatë adoleshencës, kur hormonet aktivizojnë gjëndrat apokrine. Faktorët që ndikojnë në erën e trupit. Era e trupit nuk varet vetëm nga djersitja, disa faktorë kryesor janë: ushqimi. Hudhra, qefa, erëzat e forta, alkooli dhe mishi i koq mund të ndryshojnë aromën e djersës. Hormonet. Puberteti, cikli menstrual, shtatzania apo çrregullimet hormonale ndikojnë drejt për drejt në erën trupore. Stresi dhe emocionet. Djersa prodhuar nga stresi është më e pasur me proteina, krijon erë më të fortë. Medikamentet. Disa ilaçe ndryshojnë metabolizmin dhe aromën e trupit. Gjenetika. Disa njerëz natyrshëm kanë erë më të theksuar ose më të lehtë. Higjiena personale. Larja e rrallë, rrobat sintetike dhe mungesa e ventilimit rrisin bakteret. Tani do të flasim për llojet e aromave dhe kuptimin e tyre. Erë shumë e fortë e djersës. Kur era është më e rëndë dhe e vazhdueshme, shpesh lidhet me djersitje të tepërt apo hiperhidrozë, stres kronik, ankth dhe dietë me shumë erëza. Zakonisht nuk është problem i rrezikshëm, por mund të ndikojë në cilësinë e jetës. Erë ëmbël ose frutore. Një aromë ëmbël e ngjashme me fruta ose aceton lidhet me prodhimin e ketonëve. Kjo ndodh kur trupi djeg yndyrë për energji në vend të glukozës, si në raste dieta ketogjenike, agjërimi i zgjatur dhe diabet i pakontrolluar. Nëse shoqërohet me etje të shtuar, lodhje, humbe peshe, kërkohet kontroll mjekësor. Erë si amonjak. Kjo aromë shfaqet kur trupi shpërbën proteinat për energji. Shkaqet më të zakonshme janë dietë shumë e pasur me proteina, dehidratim dhe aktivitet fizik intensiv. Rritja e konsumimit të ujit zakonisht e përmirëson këtë erë. Erë e thartë ose si uthull. Mund të lidhet me baktere specifike në lëkurë, djersitje të tepërt, konsum të lartë sheqeri dhe çrregullime metabolike të rralla. Erë shumë e rëndë e këmbëve. Shkaktohet nga djersa mbyllur në këpucë, baktere dhe kërkudha, ventilim i dobët. Nëse shoqërohet me kruarje, skuqje, qarje të lëkurës, mund të jetë infeksion këpucor. Erë e pazakontë në zonat intime. Ndryshimet e forta të aromës mund të lidhen me infeksione bakteriale, infeksione kërkullore dhe çrregullime të florës normale. Kërkohet vlerësim mjekësor nëse ka sekrecione, djegje apo kruarje.
Gjendjet mjekësore që mund të ndikojnë në erën e trupit. Disa sëmundje ndryshojnë aromën trupore për shkak të produkteve metabolike që lëshon në organizme. Për shembull, diabeti pa kontrolluar, sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e veshkave dhe çrregullime metabolike të rralla. Këto raste janë të rralla, por aroma zakonisht është shumë specifike dhe e pazakontë. Kur duhet të shqetësohesh? Duhet vëmendje mjekësore nëse era ndryshon papritur pa arsye, është shumë e fortë edhe me higienë të mirë, shoqërohet me lodhje, temperaturë apo dhimbje, ka humbje peshe të pashpjegueshme dhe nuk përmirësohet me produkte higjienike. Trupi shpesh jep sinjale përpara se të shfaqen simptomat më serioze. Si të menaxhosh erën e trupit? Dush i përditshëm, sapun antibakterial sipas nevojës, deodorant, rroba pambuku që lejojnë ajrosjen, ndërrim i shpeshtë i çorapeve, tharje më e mirë e trupit pas dushit, konsumim mjaftueshëm i ujit, dietë e balancuar dhe menaxhim i stresit. Në raste djersitje të tepërt, ekzistojnë trajtime mjekësore specifike. Era e trupit është një pjesë normale e biologjisë njerëzore, por njëkohësisht është një tregues i rëndësishëm i gjendjes së brendshme të organizmit. Ndryshimet e vogla zakonisht lidhen me stilin e jetesës, ushqimin apo hormonet. Megjithatë, kur aroma bëhet më e pazakontë, e fortë ose shoqërohet me simptoma të tjera, ajo mund të jetë një sinjal që kërkon vëmendje. Të kuptosh mesazhet që jep trupi yt është një hap i rëndësishëm drejt kujdesit më të mirë për shëndetin. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.